gjithë territorin shqiptar, ndërkohë që përsëri ka zona të cilat janë më të rrezikuara. Dhe pa kaluar tek parashikimi i ditës së sotme, pritet që sot pjesa më e madhe e ditës të jetë me rreshje me intensitet mesatar dhe shpesh herë të lartë, kryesisht zonat qendrore dhe jugu, ndërsa jugu vijon dhe në pjesën e dytë të ditës, sonte gjatë natës, dhe pjesën e parë të sejntes me intensitete mesatare dhe të larta të rreshjeve të shiut. Ndërsa për ditën e sotme qenore të natës ka patur prezencë së rreshjeve të pakta në zonat qendrore, rreshjet disi më të konsiderueshme ka patur Veriu, gjatë natës dhe në këtë moment që flasim intensitetet e rreshjeve janë të larta në Veri dhe pjesërisht në qendër, ndërkohë brenda gjithë paradites kemi një sistem mjaft të fuqishëm me vranësira dhe me rrebeshe, i cili përfshin të gjithë territorin shqiptar. Nga Veriu në qendër dhe drejt jugut dhe mbetet stakohet në qendër jug për pjesën më të madhe të ditës së sotme. Do të kemi rrebeshe deri në orët e vonat pasdites, presim përmirësim gradual të kushtet të motit fillimisht në Veri Perëndim, aty ku ka filluar dhe më herët intensiteti i lartë i rreshjeve. Më pas vonë pasdite kemi rreshje krejt të pakta në Veri, qendra vijon mbetet deri rreth orës 2-3 pasdite me rreshje të cilat shpeshherë bëhen me intensitet të lartë, ndërsa jugu vijon edhe pas mesditës të paktën deri vonë në mbrëmje me intensitete mesatare dhe her pas here të larta të rreshjeve. Për sa i përket vlerave